الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. Të dashurit e mi, vëllezër xhamatli shumë të nderuam, të gjitha falënderimet dhe të lavdit i takojnë vetëm Allahut të gjithësisë. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Kënd e udhëzon Allahu, nuk ka kush që humb, dhe kënd e len Allahu në humbje, pasha Allahun nuk mundet kush për ta udhëzu në rrugëtimin e ti drejt të ardhmës së ti. Prandaj i lutemi dhe i përgjerohemi që Allahu të na i pranoj dhe këmbët tona drejt rrugëtimit ti të na i forcoj. Të dashurit e mi, vëllezër xhamatli, përshëndetjet e shumë selamet dhe salavatet i adresoj për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për mbar ummetin e tij deri në ditën e madhe të llahtarisë, dita e Kiametit. Inshallah me rahmet Allahu na trajton atë ditë ya Rabbul Alamin. Vëllezër të dashur, një dietar shumë i madh i dinit ton Islam, i cili ka ndru jetë në rreth para viteve të 400, para viteve të 400 sipas kalendarit hijri, që ne sot jemi në vitin 1437, që i bie parafërsisht mbi 1000 vjet. Një dietar i kalibrit botëror që sot e kësaj dite veprat e tij edhe të arriturat e tij shkencore në lemin sidomos të tefsirit, i bën Xherir Taberi, mësohen dhe studiohen për shkollat e ndryshme më prestigjioze në ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kur vjen te një sure në të cilën quhet Suratut Talaq, thirret Suratut Talaq, kaptina e shkurorzimit, kështu Zoti ja ka vënu emrin dhe titullin. E aty është një ajet ku thot Allahu Jalla Jalaluhu: "Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yurzuqhu min haythu la yahtasib wallahu." Që do të thonë gjuhën shqipe, këto mësime, këto porosi janë për ata të cilët i besojnë Allahut dhe ditën e Kiametit. Ai që ka frikë Zotin, e ka frikë Allahun, Allahu e furnizon, ka nuk e pret fare, min haythu la yahtasib, ka nuk kujtohet, i vije risku, ka se pret. Edhe ky dietar kur e komenton këtë ajet, thot, po duhet më ju tregu juve, ato shkruan, po duhet juve më ju tregu një ngjarje, thot që mu më ka ndodhë kur kam qenë kërkus i diturisë në rinin time të hershme, thot në Mekketul Mukarrame, në Mekën e bekuar. Thot në mesin e qindra njerëzve haxhilerë, ngritet thot një njeri, një djalë i ri, i cili kishte hup një kese me pasuni, me dinar të asoj kohe. Edhe thot, kush e ka gjetë atë kese me ato 1000 dinar, thot let ma sjell, për ndryshe thot, ai cili e ka gjetë e nuk ma sjell, besën shpita Allahut e keni, shpita Allahut në qabe jemi, që do t'i lypi hak nesër në ditë Kiametit. Thot e përsëriti s'di sa herë, në mesin e haxhive, thot unë ngrit një plak, për nga pomja u vrejke që është i shtymë në mosh, rrëth 90-ave, ofër 90-ave,
plak i shtymë në mosh, thot për nga pomja u vrejke që është gjys aponge, gjys plisi që thot populli ynë, i vjetër, por edhe i leckosur, por edhe i varfër. Tha o robi Zotit, tha na tha banorët e Mekës, na tha jetojmë në kushtet vështira, në më në atë kohë ka konë kushtet vështira, jetojmë në kushtet vështira, a ka mundësi, aj që e gjenë, një të dhjetën e asoj pasunie, thot ti mja fol, e me shpërbly, e aj me ato, thot, me ngrit pak standardin e jetës ti, me i ushqy antarë të familjes edhe me thy këtë varfni. A i thot ju, në ata thot, kë i bëngjerirët Taberi, kë që për në kalzan, thot unë si djali i ri, edhe kur reshtar, edhe i furt, edhe i fuqishëm, thot e hetuva, që ka diçka të ky plako, edhe filluva, thot, ta pasaj hap pas hapi, duke me ndu që plaku nuk ka hetu. Edhe shkova, thot, ofër shpis tyne ku ata banënin, ka sëlle vjetër, nuk di, thot, qka kishtë në ta, ama pëthuj se asgjë, pëthret, tha grune vetë, për i thot, oj fisnike, hajde këtu, edhe kur i shkaj plaka, tha, e gjeta pronarin e pareve që e kena gjetë në Mekë, e gjeta, thot, po nuk po pranon me na shpërbly, thot, edhe me thy këtë varfëni, edhe me ngrit pak këtë standart jetës tunë. Atër thot, e ndëgjesha mirë, unë isha pranë tendës tyne, e ndëgjesha mirë duke i thonë, gruja burrit vetë, Zoti është një, a i të ka po, kush tjetër pës ti nuk të ka po, merri, s'ki nevoj, ta ngritum thot standartin e jetës, ta ngopum barkun tënë, që me dit nuk kemi hangër, që 50 vjetë thot jemi të martum, thot i ki thot 4 vojza, e thot i ki 2 motra, e unë e thot, e me gjithë non tem, ajo thot qështu, me gjithë non tem, thot e ti bojmë nën antar, thot e ngritum standardin, pastaj thot i dhojna, thot, sa i vjen apet i lyp në haxhin e arshëm. Atër thot plaku, thot ka brit, qysh thot së vjen marre, që 90 vjet e i bëj Zotit i badet, edhe më ofër vërrit jam, se jam shpitem, e ti më thu me morë hakun e huj, kur pasha Zotin, kur pasha Allah, thot, kur briti plaku, u largu plaka, edhe thot, unë më shefa, të nesërmen, unë ngrit, thot, kë haxhiu i cili kishte humbën parët, kë thot, ishte pe i Horasanit, pe një vend të largët, edhe tha, ju tha, kush i ka gjetë, letë ma këthen pasurin, se për ndryshe, kur halal nuk ja bëj, e ju haxhi e dini mirë, qka do me thonë, me shkuna dyja me hakun e huj, ato e në pare që baba jam i kalon, kuj që kishte hu paret, bëjke thirin prap. Atëherë, i njëjti plak, unë ngrit dhe tha, a ka mundësi mëre djalësh, pse ti nuk e pranën këshillën e një plaku që kur namazi sabohit nuk i ka hupë, përveç se në xhami, në qobe, saft pore ka falë. E ti të mu s'po më gënë. Ai që ka gjetë, nashta ka nevoj minimu. Nuk pranuave një të dhjetën që i bike 100 dinar për 1000 dinarve, ta ka mundësi 10 dinar mi adham. Për 100, kërkesa aron 10. Jo, tha, pas pak, unë e vrikos plako, për shkak se presioni varfnisi shumë i madh, edhe se cili njeri e ka një kajtë me veti, se cili njeri e ka një lakmi me veti, por të njëjtën ku duhet më konë frika ndaj Zotit ma e modhe se kajta jonë, që atëherë vlozën, kajtën e kemi në frenim. Nëse nuk e kemi frikën ndaj Zotit më të modhe se kajtën tënë, atëherë ne nuk meritojmi me thonë që jemi të devotshëm në rrugën e Zotit. Allahu na mundësoft ja Rabbel Alamin. Atëherë, tha masi nuk pranuve dhe 10 dinar, mi adhon ati i cili ka gjetë. A ka mundësi të mi adhon 1 dinar? Që ma dinar, biri
drekën e sudit, thot me e hi, thot se me dit nuk kanë hongër familja. Tha ju, atër unë ngrit plaku, tha, hajde tha merri parët, tha se unë jam ai cili ti kom gjetë parët e tua. Thot ata dë shkeshin të bisedu, njerëzët u shpërndam, tha unë shkëqa pas tyne. U afrova, për të i bëngjerirë të taberiu, shiqani, u afrova, edhe tha, merri tha këto pare, 1.000 dinar, si me thonë, se 1.000 dinar lazni nuk e 1.000 dinar të atë hershët, nuk e kanë vlerën e 1.000 euro të sudit. Sikur se para 20 vjetet që se kanë pas 1.000 marka, vlerën e 1.000 euro që të sudit, ne jemi dëshmitar tonë. Për shkak se kanë ndrus tregu edhe është ngrit standardi i njerëzve. Edhe të dashurit e mi, ky personin fjalë tha, plaku tha i thashtë të zotit të pareve. Unë thot, jam shumë krenar, thot që ma dha mundësin Allahu, në fund të jetës tem, mos me ma ashtru shejtani ma kum, po që ku i ki paret. E ti nuk e në gjendje, thot, fukarallakun tem, thot pak me zbut, ti lypa 100, e zbrita në 10, e ti kërkova një, thot, merri, thot, edhe për i zatë zotit largohu ma shpejt, thot, për shpis teme, prej kasullës teme, për i tendës teme, thot, se ka me dit që s'kam shti gjumë sy, që ka me bo me tu, presioni shumë i madh i varfënis. A vlozën, veç, a dikur s'ja beson tuntit, të ngit kur s'ja besojnë, kur nuk ja besojnë. Allahu mos na provoft me buk, ja Rabbel Alemin. Allahu mos na provoft kur me buk. Si shumë thashtë një anë një dit, tha nuk po gjej fukare. Qështu më ka thonë, nuk po gjej fukare. Thash, a dim se s'po gjej fukare ti? Thash, se ti rrën veç me të posën. Me kënë të reshtë, i menon se këtë janë qashtu. Dil për të zyreve tua, dil prej Facebookut tënë, dil prej internetit tënë, e sheku populli yt po jeton. Ajo në për zyre, në për kultuke, vëlla dëke që i në Dubai. Thasha, mos po mene që i në Dubai. Se e ka vizatu zyren me tapeta, e ka maru këtu plozhen, këtu e ka maru atë haremin e madhë, perdet e mëdho, klime mirë, që e vlo, plus 40, ati është minus 23 mu drill, e me maru, a i menen që gjithë qështu është. Tha nuk po gjej, nuk gjenë, Allahu e vëzuft, Allahu e vëzuft, ja Rabbi. Edhe tha, kur i mërë, tha, këtë djalo shiri prej Khorasanit, parët e veta, nuk doli, tha, prej dere, tha, dhe u këthy prap, edhe filloj me qajt. Tha, oqë, tha, këto pare, tha, janë emanet i babës tem, këtë djali që i kish hu parët. Tha, kur ka dek baba, tha, veç mu djallë të hastretit më ka pas. Ma kalon pasurin, krejt komplet 3.000 dinar të asoj kohë. Më ka thonë 2 tretat i merë o birë di. A 1 tretën, thët, shkën qabe. Edhe zatet e njerin, më të varfën, që i tutët zëtit. A ka sprovu zëtit me varfëni, thët, adhatimi adham. Unë e sa posh, nuk po shpi më të varfëne, edhe njeri më të varfën se te. Komplet, thët, jenë tuat. Subhanallah, a kuj alip ke 100 dinar, a kuj alip ke 10 dinar, kuj alip ke 1 dinar, i ardhë puna, Allahu pja e, 100.000 dinar. Edhe dojlë tha lutë për babën tem. Kur dojlë a i tha, unë fillova me ik, dojlë plako ma boni, tha, o djalliri, këtheu, tha. Tash mu, tha, unë pe fillimi, tha, të kom hetu që i tonë për cilë. Që tu është aja interesimi, aja ojka e bisedes, aja alfa dhe omega e nxaris. Këtheu, tha këtu. Këtheu, tha, se të kumpo se jeja banxhi. E të kumpo që je në zanë si dituris, e je të më për cilë. Hajde këtu, tha, se të ka dollë risku edhe ty. A valloj, tha, unë nuk esha, thot, për në aksham, zisha që shme apo vetit dorken, pasha zëtin, këj po shkërum. Subhanallah, kanë jek njerës. Kanë jek njerës. Për këtë islam o vlozën. E mu quti kush, me shkatru këtë islam, për shkat epsheve të ti të erta. Allah ja dhashtë hakën ja Rabbel Alemin. Edhe të dashurit e mi, të të ula, edhe fillaj, thët, kjo plaku cili ka pos emre, tha, i theshin Ebu Gajath. Tha,
Tha i thërke, tha, oj gru, oj plak, hajde këtu, uëll, tha. Tha gruja e plakut, tha kjo e ku emrin e bule, tha mu lebab, qështu tha e ku emrin. Tha i thiri 4 qikat e ti, i thiri tha 2 mëtrat e ti, e thiri tha dhe vjerën e ti, se s'kish pas aja ku me shku, e të dhonëri tha rike. Tha edhe u bënën tha 9 vetë, tha e me mu tha u bënën 10. Tha unë tha kum lyp 10, tha ati në fillim. E Zoti ka dosht për se cilin neve 10 vetë që jena këtu, tha me ndo këtë pasuruj në 10 pjesë. Tha mu tha mi dha, 10, grus ti, 4 qikave ti, 2 motrave ti, vjerës ti, edhe 10 vetës ti, tha e dajtëm. Edhe tha kur dola, tha jas të halo mos del. Tha e më rëbur, tha. Unë tha me vitet tona, tha, kur e fali sabohin, mas me e tha, më presin, tha, gruja, qika. Edhe antarët e familjes, tha, me rënë, tha, me adhon, tha, rrubën tem, që më falë me qëtë rrubë se s'kena tjetër. Me vitet tona, thët, edhe pasha Allahun, thët, lutë Allahun, thët, se që 50 vjetë, ose që 60 vjetë, thët, pesi jena në fukar Allah, jena të lutë Allahun, o Allah, kur keme na gëzu të neve, qysh na ke përmëtu në Kur'an, wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kush i tutët Zotit, Zoti i bën rrugdalje, Zoti e çliron e i bjen ka se pret. Edhe thot, kur ku mdorët me ato 100 dinar me 10 e pasunis, thot, kur mdorët për asoj kasole, mbi 2 vjetë, thot, jam shërby, thot, me atë pasuni, jam shërby, kom ble libra, për rrugtim, për qira, për me ardhë këtë nivelin e ditës e Dionis teme, kër ju më ardhë. Thot, mas 2 vjetë, thot, ju më këthy në Mekë, e kom lyp atë plakon, thot, nuk e kom gjetë, se kish ndru jetë, me nërani si kom dollë, thot, i Mekë, kish ndru jetë, tha, vjera e ti, kish ndru jetë, tha, 4 qikat e ti, 2 motrat e ti, tha, kish ndru jetë, tha, komplet familja e ti, përveç, tha, thot, vajzat e ti, 4 vajza, dhe ishin martu, thot, me princa të asoj kohë që i kishin ngrit Allahu Dhul Gjelal, thot, e për ta tregu, thot, në këtë ngjarje që unë sot për shkruj, thot, njëni për i dhanurve, ta ti plaku, thot, më ka ftu, thot, për dark, thot, edhe kom tregu në mesin e musafirve ti, thot, e voje që është derë në atë natë, thot, nuk o më harru deri në ditë kiametit. Prandaj vllazën të dashur, na kena obligim mu munu, ai që munuhet, kur Zoti hoq nuk e lën mundin e ti. Kur? Prandaj kjo ishte edhe porosia që lidhet me kohën që tash ne kemi përpara haxhin, e kemi sezonën e haxhit, plus lidhet me kushte të cilat njerëzit janë sprovu forma ndryshme, mënyra ndryshme, por vllazën të dashur, kur njerëzit nuk kanë hek dorë për imanit tyne, për besimit tyne, edhe mi bindu, sidomos ta pleq me i pyet, se cili standardin e jetës dhe statusin ekonomik sot që e kanë, me i pyet për të kaluarën e tyre, me siguri se kanë që ka me tregu kujtime, të cilat nashta kanë kalu dit edhe barku nuk e kanë gop me ushqim. Por sabri tyne, puna e tyne, sidomos puna e tyne, angazhimi i tyne, e ka bo që sot të përmirësu dukshëm standardi, po pëse është përmirësu dukshëm, nuk do më thonë që nuk ka familje të cilat me 10, 100, 1000, me keqarë dhe për thonë, ka të cilat ka nevoj me shtre dorën tënë për ta. Zoti, na mundësof që rinia jonë me u punësu, shteti ynë me qelë vendet të reja të punës. Kjo është mënyra më e mirë për me luftu edhe të keqen, edhe korrupsionin, edhe tradhtin, edhe mungesën e veprimtarisë të bukur që të duhet ta ketë secili, sepse na gjithë ditën ju thrasum në punë të mira, edhe ju themi luftoni dukurit negative derisa rinia jonë mbredhin rrugëve të papunë. Kjo është katastrofa dhe keqja më e madhe që i ka kanos popullit ton, sepse aty ku ka papunësi, aty pastaj rreshtohen veprat e keqa dhe kur nuk ndalen dhe kur nuk nalen. Prandaj ti i cili sot i ki punë pak më mirë, edhe ti i cili je me status më të lartë,
besoj Allahut, edhe gëzoju mundësi se Allahu ta ka dhonë që ti ta shpërblesh edhe ta ndihmosh dikën i cili sot nashta nuk i ka punë të mirë, por nesër nashta i bën më mirë se ti, e për mi postin vazhdimsi punë të mirë, mos e nal dhënien, mos e nal angazhimin ton, por ndihmohu se ti dikujt e Allahu ty, e me emrin e Allahut, kur Allahu neve të na ndihmon e të na lehtëson, pastaj kënaqësia është shumë e madhe. A di kur kënaqemi na? A di kur kena mu kënaqna? Kur jemi të gjithë barabartë. E për më konë të barabartë të gjithë, duhet vllazën të dashur kohë pas kohe të menojmë për njerëzit cilët me të vërtetë kanë nevojë, jo vetëm me menu për ta, por edhe me ju ndihmu aty. Nëse s'ki me çka, të paktën me një hurm, nëse s'ki me çka, të paktën me një fjalë të mirë, nëse s'ki me çka, të paktën me një dua, të paktën me një fjalë si hariqe dhe myshdhëdhënëse, se Allah është ai i cili ndron gjendjet dhe statuset e njerëzve. Faleminderit shumë për vëmendje, qofshin faqebardh, Zoti ju rujt. Allahu e din më së miri, ne i lutëm dhe i përgjerohemi Zotit ton, innehu waliyyu zalika wal qadiru alayhi. Nashta njerëzit ta harrojnë veprën e mirë, nashta njerëzit ta harrojnë sadakën, nashta njerëzit e harrojnë veprën dhe punën e mirë, por një ju garantoj se ai i cili nuk e harron kur, ai është Allahu. Për këtë arsye bën vetëm për Allahun, atij i kufshëm. Fal e qofshit faqebardh për vëmendje dhe për ndëgjem. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. شوف شو فاشبارد زوتنا رويت زوتنا برانوفت الله نباشكوفت الله إيماننا اشتوفت الله أنبيتت بر خيرات ويبرت مير الله نيشتوفت إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما سو الشبساني ما سو دبساهني يويني متلارتت إن كنتم مؤمنين. نسيني بسمتار ذاتنا بافت بسمتار تفرتيت ندين ذا إيمان يا رب العالمين.